Njoftim. Në kuadër të zbatimit të projektit Rekuperimi i mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme nëpërmjet impjantit të pirolizës, do të organizohet dëgjesa publike e parashikuar në kreun 6 të VKM-s numër 419, datë 25/6/2014, për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente, deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja, si dhe VKM numër 247, datë 30/4/2014, për përcaktimin e rregullave të kërkesave dhe të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore. Ky takim organizohet nga subjekti GUS Albania ShPK në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe me njësitë e qeverisjes vendore në kuadër të zbatimit të kuadrit ligjor për mjedisin dhe të drejtës për informim të publikut. Sa më sipër, kërkojmë pjesëmarrjen e një përfaqësuesi nga Drejtoria e Mjedisit apo Punëve Publike pranë institucionit tuaj. Më datë 1/7/2025, ora 11, vendodhja në ambientet e ushtrimit të aktivitetit. Jeni të ftuar në këtë takim si banor apo subjekte dhe OJF apo OKQ të interesuar.